shëndritlumi për te asoj që publiku e shenë në rrjetet sociale? Shëndritlumi për te asoj që jam në rrjetet sociale, jam me mendimin që një njerëz do të më konë një kategori. As influencer, as gazetar, as tiktoker, thjesht një njeri normal. A mendon që je i bukur? Jam i bukur, vetëm momentin që mendoj që s'jam i bukur është veç kur të më fryhet barku, kur ta byrek, që atëherë mendoj që s'jam i bukur. Cilat janë vlerat që përpiqesh ti mbash gjithmonë me vete? Zakonisht mirësinë, drejtësinë, edhe nuk kam dëshirë me u njoftë si një person që mundet me manipulu diçka, kështu që mundona më konë sa ma shumë i drejtë për drejtë. Je tip që bën pothuajse çdo ditë video për social media me tekst TikTok. A ke ndonjë mesazh që përpiqesh ta përcjellësh përmes videove tua? Zakonisht kur nuk mendoj me dhënë një mesazh. Rrallë ndodh që i bëj me paramendim se jeta është një kaos i bukur, kështu që mos e merrni shumë seriozisht. Si arrin ta balancosh përmbajtjen mes motivit dhe humorit? Një ditë je shumë serioz, ditën tjetër i bën njerëzit me qesh. Po si buka e zezë kur lyhet me Nutellë, zakonisht nuk janë të bëna për me u balancu, po shkojnë mirë me njëra tjetrën, e kanë një sens mirë, kështu që edhe one, humori edhe serioziteti bashkë. A ndodh ndonjëherë që ndjekësit të mos e kuptojnë ironinë apo sarkazmin tënde? Pa diskutim që po, ndodh shumë shpesh dhe zakonisht më duhet m'ja usqaru në detaje se më dhimën me ilon atë vorbullën e mendimeve. A ke pas ndonjë koment ose reagim që të ka lënë pa fjalë, për mirë ose për keq? Po ka shumë. Po më kujtohet një shumë e shpejt, një gru më pa thonë, më do kërsi djali jem edhe pa ta kesh se unë jam thjesht nëherë një idiot i madh, kështu që se besoj që një fëmijë dikujt është ashtu. Sa e ndjen përgjithësinë si figurë publike që flet me shumë ndikim tek të rinjt? Gjithkush që del në media ose është figurë publike, përgjithësinë duhet me pas në të folur, kështu që influenca e mesazheve edhe mendimeve që na i japim drejt publikut, padyshim që duhet me pas një peshë mbrapa dhe një guxim se çka flet, sepse influenca është shumë e madhe, edhe duhet me kanë me përgjithësi. A është shëndriti në jetën reale po aq i drejt për drejt sa në video? Po, jam shumë i drejt për drejt, të gjitha ata që më njohin e dinë se kush jam. Çfarë bën për me u shkput prej rrjeteve sociale e për me u çluar? Se pas ta mendu na herë se gjatë gjithë kohës, pothuajse gjithë kohës jam në telefon, kështu që kur e mendoj me lanë telefon, nuk e mendoj thjesht me lanë telefonin, po ndodh e la telefonin kur të lexoj diçka ose thjesht këshyrin e film. Nëse do të përshkruaje veten me 3 fjalë, cilat do të ishin ato? I guximshëm, i drejt për drejt, pak idiot. Çfarë mendon kur je në dush? Kur gjë, heq, veç kur kam shamponin, kur dyshysh e kry tushin si shpejt e shpejt. A të ndodh me tronë herë sapunin tu? Nuk lana me sapun heq. Çka i thu vetes kur je para pasqyrës? Kur gjë, ndodh na herë, adem nuk e mësu kështu mi fol vetes pasqyrës në drejt. Ti je kështu, qohu, bëhu. Pasqyra veç këshyri me ndreq pak ftyra, me vazhdu jetë. Nëse nuk do të ishe ky që je, kush do të ishe? Po mendon në profesion? Ose në përgjithësi? Unë kur kam qenë 14 vjeçare, kam fitu drejtën për me u shkollu në University of Sheffield në Angli për regji, filme dhe aktrim, por nuk ka ndodhur për shumë arsye, kështu që besoj nashta që ajo kishte me qenë. Cila është një këshill që ta ka dhënë dikush dhe që e mban me vete çdo ditë? E kom përmend çdo edhe me një intervistë tjetër, nuk është këshill, po është ndoshta obligimi i çdo njeriu mos me gënjy kurrë, me qenë sa më shumë të sinqertë dhe me çdo vazhdoj. Nëse do të jepej mundësia të bisedoj me një të vdekur, kush do të ishte ai dhe pse? Gjyshja nga ana e mamit, ka marrë malli shumë për ta dhe ajo thjesht ka qenë një zonjë që çdo herë na ka mundësu me ditë ma tepër përmes jetës e sakrificës e gjithçka tjetër.
A mund të jetojmë pa një jo dhe pa një pse? Pa një jo dhe pa një pse. Shpesh përgjigjja jo është shumë e rrallë të ne në aspektin e sinqert, kështu që pak a shumë jena mësu me jetu pa to, po pa një pse nuk mund të jetojmë asnjëherë. Më mirë të flesh mbi para e me pak dije apo me shumë dije e pak para? Një kombinim fatal kjo e mes parave edhe dijes, për shkak se asnjëna patjetër nuk e gjejnë një balans, kështu që prapë në fund të ditës më mirë i ditur se i paditur. A ka gjithmonë vlerë e vërteta apo ndonjëherë gënjeshtra mbron më shumë? Gënjeshtra kur të mbron është ajo gënjeshtra e mirë, e padamshme për të tjerët, kështu që e vërteta gjithmonë e ka peshën e madhe. Pse shumë njerëz kanë sukses material por dështojnë si njerëz? Për shkak se jeta atyre është materializëm. Çfarë do i thojnë një 20 vjeçareje kosovare që ëndron të jetë e sponsorizuar, jo e suksesshme? Lexo libra, duje familjen, edhe mas shumë ti duje vetën. Në një shoqëri ku femrat po fitojnë më shumë hapësirë, pse ende ekziston modeli ai të punoj që unë të jem e bukur? Wow. Nuk di sinqerisht, përderisa në ditët e sotme flitet shumë për feminizmin edhe fuqinë e gruas, unë mendoj që ka shumë vajza të reja që duhet me gjetë motivin edhe forcën për me punu për vetën edhe ngritjen personale, e jo me umbar prej kuletës së dikujt tjetër. Por qysh e shet temën e feminizmit në lupën tënde? Na e kena keq kuptu shumë feminizmin. Feminizmi është kur secili individ i përkrat drejtat e barabarta pa u mbar nga gjinia. Do të thonë nuk ka diskriminim gjinor, po jo unë jam feminista dhe gruaja duhet me bë diçka që burri e bën. Apo kupton, është thjesht një bashkëdyzim i cili alo se ka gjetë balancin. Një mesazh për meshkujt e rinj kosovar mbi trajtimin e femrës. Në Kosovë, unë mendoj që ka shumë meshkuj edhe djemë të rinj që din me vlerësu femrën, jo që shka qenë më herët, kjo po shkon në një rritje progresive, dal nga dal, po me hapa të mirë, kështu që thjesht respektin, kur t'jemi këtu tash, respektin baja reciprok nëse flasim edhe për feminizmin, sepse gjithë shka në këtë botë duhet më kanë reciproke, me respekt, me biseda dhe gjithë shka tjetër. Me që ke përzgjedhur të jesh fytyrë publike, a shëndriti në një lidhje? Shëndriti nuk është në një lidhje, ka kalu një lidhje, tash është në një palidhje. Qysh është partnerja jote ideale, çfarë karakteristika duhet me i pas? Po, besnikrin, sigurisht, sepse njerëzit që punojnë në media zakonisht e kanë në dilemë gjithmonë këtë pjesë dhe besimin për ta fituar është shumë e vështirë për shkak të natyrës komunikative që e kemi me shumë njerëz. Kështu që veç besnikria është çelësi më i mirë në një lidhje me mua, sepse në të tjera raste normalisht ekziston edhe ai raporti komunikimi e diçka tjetër. Tash po kalojmë në rubrikën me pyetjet edhe përgjigjet e shpejta. Okej. Sa herë në ditë e merr veten seriozisht? 2 deri në 3 herë në ditë. Kush të ka injoru mesazhet e ti se ke harru? A din qysh, na kena gjithmonë punë me fytyra publike, edhe nuk është që na vjen hatri ose diçka, por Rovena Stefa i kisha thonë mos më injora mesazhet sepse kur ka pas nevojë, do më thonë kena dalje në ataku për gjana të ndryshme. Pavarësisht a kanë mbri me u realizu, po të paktën një përgjigje e këtha njeri. Pavarësisht tash ke një Big Brother ke dalje, it's okay. Më mirë me të ofendu dikush apo me ta kopju për mbajtjen? Ma mirë është me ma kopju. Ma mirë kopjo se sa me ofendu. A ke pas ndonjëherë video që ke thonë e te prova? Po, shumë. Edhe haloja në publike, dyqysh ka njerë i bikësh ma shumë shpejt. Kë e ke mute në Instagram përse ke unfollow? Kërkan. Sinqerisht, mute nuk i baj, kur t'i baj, ja i unfollow krejt, ja mute heq. Sa përqind prej motivimit tënd është real? 100%. A je i dashuruar me ndonjë ndjekse që s'ta ka kthyer kurrë sim?
s'ta ka kthyer kursin. Po më rëshu. Jo i dashuruar, po crush things. Nëse t'jepet mundësia me ja thënë të vërtetën një influencer në sy, kë zgjedh? Shpat Krasniqi. S'po do merr prisha por dhe me tjerë. Ja. Faktikisht nuk është që kam edhe naj raport për me prish. Me cilin TikTok trend ke thënë krejt janë të çmendur? Qajo të palidhe. Edhe e fundit, a ke qef me i po njerëzit që t'kanë injoru duke të përshëndet në për evente? Gjë. Qysh jo, na jetojmë për kësi momente, kur më herët të thojnë më falë, po jo, jam i zona në kënina, po kur të mërim me një pikët, hej! Na. Edhe rosti me Rovenën? Rasti me Rovenën ka qenë tjetër. Kemi qenë me një tavolinë diskutimi ku kena bisedu për një çështje biznesore edhe me mundësitë e mia, kapacitetin tim, jo mundu me i gjetë edhe me përkra, por del prej bigut i shkruj Rovena apo vjen emision sin. Okej, Roven, nuk të shkruj mo. Edhe dy fjallë për gazetarin e mirë njohur, Shpat Krasniqi.